Blegtoria po përballet me një prej periudhave më të vështira, ndërsa një traditë shekullore rrezikon të shuhet. Në kuadër të vitit ndërkombëtar të kullotave dhe barinjve të shpallur nga OKB-ja, ekspertë dhe blegtorë mbledhen për të diskutuar mbrojtjen e kullotave dhe baktive në Elbasan. Blegtorët thonë se numri i krerëve është përgjysmuar vitet e fundit. Ata e vënë theksin tek mungesa e laboratorëve veterinar, programeve të vaksinimit, infrastrukturës në kullota dhe mbështetjes për prodhimin. Problemi jonë është te uji. Ujë kryesore. Hën korriku ne s'kemi ujë ma. Pse? Qysh në 10-ën që u prish sistemi, lerat tona, doktori Diaqive, nuk u kap ma me dorë. Fare, janë rafshu me balë dhe delet janë pa ujë. Do bëj 2 javë duke çu plaçkat me kalë. Ti imagjinosh 2026. Qeveria, bashkia, ja drejtori i bujqësisë apo dhe doktorët që e marrin pjesë sot këtu. Duhet të krijojnë kushtet elementare. AKU-ja apo institucionet e tjera duhet të shikojnë këto gjëra, sepse një pjesë e tyre sidomos ne qytetarë nuk e njohin. Ai shkon e blen djathën atje apo të kene mirë. Realisht marrësh një djathë në stan është si jashtëzakonisht e lartë, normalisht çmimi do jetë më i lartë. I bën vaksinën, aja smurë e kap. Pa e lloj efekti. S'ka efekt fare. Këtë duam ta ngreni. Tham, hajde shkoni me baktitë e mia. Një mes jemi zero. Blegtoria shkurt është fund. Shqetësim mbeten edhe subvencionet. Barinjt shprehen se kriteret për përfitimin e tyre janë burokratike dhe të papërshtatura me realitetin e jetës dhe punës në zonat malore. Nuk gjeja se zgjidhja, kupton. Edhe kërkojmë mbështetje për ta përfituar, se jam në rregull me çdo gjë, me letra, me gjitha. Pjesën e skemës duhet shkolla bachelor, po të kem shkollë bachelor nuk përfundoj blegtor ose bëri. Mes mungesës së mbështetjes dhe largimit të banorëve nga fshati, blegtorët paralajmërojnë se rrezikojnë të humbasin jo vetëm një profesion, por edhe një traditë të trashëguar ndër breza. Qarku numëronte në vitin 2023 rreth 205.000 krerë bakti të imta dhe të trasha, ndërsa për vitin 2026 kjo shifër është përgjysmuar sipas tyre.